Kryeministri Kristian Mickoski akuzon LSDM-n dhe Levicën se po pengojnë miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, duke paraqitur rreth 13.000 amandamente me qëllim, siç tha ai, të pamundsojnë votimin e bashkëdhetarëve në diasporë. Sipas Mickoskit, qeveria e konsideron votën e diasporës si një prioritet, pasi ajo ndihmon në ruajtjen e lidhjes së qytetarëve që jetojnë jashtë vendit me atë dheun. Političkата партija SDSM во коалиција со политичката партија Левица. Partia politike LSDM në koalicion me partinë politike Levica paraqiten 13.000 amendamente për të penguar bashkëdhetarët tanë në diasporë të votojnë, duke u frikësuar se nuk e kanë besimin e diasporës sonë, dhe ky është një mesazh i fortë për bashkëdhetarët tanë në diasporë. Ai shtoi se votimi elektronik do të ulte ndjeshëm shpenzimet për organizimin e zgjedhjeve në diasporë, duke theksuar se aktualisht shteti shpenzon miliona euro për dërgimin e personelit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe institucioneve të tjera për administrimin e procesit zgjedhor, i cili sipas tij nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Por vija jonë e kuqe është vota e diasporës, sepse diaspora duhet të ndihet e lidhur me atë dheun e saj. Qëllimi ynë si qeveri është një ditë të sjellem atë diasporë përsëri në shtëpi. Kjo do të thotë nëse i prisni edhe këtë kanal dhe ata nuk ndjehen se i përkasin atë dhe të tyre, çfarë nxitjeje do të kenë për të kthyer në shtëpi kur të refuzohen nga vetë komuniteti që është midisi i tyre natyral. Ky është qëllimi ynë. Dhe në fund arrim të nxitjet dhe motivet ekonomike. Ne tani po shpenzojmë miliona euro për të dërguar njerëz nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera si vëzhgues për të menaxhuar procesin e votimit të diasporës, i cili nuk është i suksesshëm. Ndërkohë LSDM dhe Levica argumentojnë se bllokimi i kodit zgjedhor nuk lidhet me kundërshtimin e votës së diasporës, por me përmbajtjen e ndryshimeve të propozuara. LSDM vlerëson se votimi elektronik për diasporën nuk garanton mekanizma të mjaftueshëm për verifikimin e identitetit të votuesve dhe mund të krijojë hapësirë për keqpërdorime, ndërsa kundërshton edhe disa dispozita të tjera që sipas tij cenojnë standardet demokratike. Nga ana tjetër, Levica pretendon se propozim ligji përmban zgjidhje që kufizojnë konkurrencën politike dhe ndryshojnë rregullat zgjedhore pa konsensus të gjerë. Për këtë arsye, të dyja partitë kanë paralajmëruar bllokimin e ligjit me mijëra amandamente.